Vitin tjetër kemi zgjedhje. Nuk ta thamë zotëria bëre pyetje napur. Ai e la për gjysmë, nuk ai thotë. Atëre pyete prapë ajo pjesë për doktorin. Jo, për doktorin mirë, por shiko, problemi është tu mirë doktor. Mos gabimet janë poshtit e ti. Doktori s'do më burr. Po. Tani unë po them këta që e kuptojnë këtë gjë. Kaq më do bëj. Se nuk e bëj këta, domethënë, kjo është pyetja. Doktori jo, s'do, po të je përgjigjem shumë. Ta dha, kaq do bëj ta. Do marr Salianin. Do energjizojmë thotë ai. Çamo? Do energjizojmë thotë këtë pjesë. Ora i nxori jashtë këto të energjiu sa duash ashtu. Ashtu ke grupe sa duash. Një më mirë, dakor. Ke parti, pastaj kthehet ai bet avokat populli. Një njeri po bet avokat popullit. Luftoi ai jashtë. Kalon avokat populli. Po kështu. Do votoi dhe PD, tha doktori. Po. Kishte edhe në urdhër që të votoheshin të gjithë këta. Ne do votojmë për ta, tha, por në listë janë dhe këta. Ta firmosi, kam firmosur për të. Po bëhet ai me në partinë e Panës. Çabani. Po bëhet avokati i popullit. Tani dhe me votat e doktorit. Po, sigurisht e kthyen. Kuptonë zotëri. Ti direktuje, dakor. Ne jemi me ty ore, se ne bëjmë do të gjë. Kaq sa do bëj, të lutem preç. Kaq mund të bëj ky thot. Tani një pyetje që është konkrete fare. Tani ju vitin tjetër do të ketë zgjedhje. Ju do të merrni pjesë, do kandidoni? Në partinë. Prokurotar. Doktori tha të vi kush doj. Unë personalisht, jo. Atë do t'i çojë doktori. Kandidat ju si grup. Se Uran Butka nuk të vjen me. Edhe një herë. Uran Butka nuk vjen me aty për të kandiduar. Nuk kamore. Ju si që keni nisur si iniciator të kësaj. Unë ta thash që në fillim të emisionit, si e perceptoj unë këtë dhe për çfarë qëndroj unë aty. Dhe çfarë qëndroj dhe këtu dhe po e them dhe po e përsëris disa herë derisa të merret përgjigje. Përgjigja ju ishte, besoj, e qartë, është jo. Dhe nga ky aspekt unë se konceptoj këtë si lëvizje antikyretare. Po ta them për herë... Marja pjesë në zgjedhje, si kandidat nuk është lëvizje antikryetar. Kandidatët le të shkojnë në... Ti do vesh. Unë jo. Unë nuk është... Jo si kryetar. Nuk ka aspekt tjetër antikryetar. Nuk është çështje lufte kjo. Ky kërkon vendin e vet valla, si kryetar vetë do vendin tim që e ka të merituar. Nuk do të thotë që ju duhet jeni anti-berishist, por ju keni ca rezerva ndaj këtij dhe ju jeni për idenë që mund, them, për një lider tjetër. Nuk të thotë që je anti-berishizëm, nuk të thotë që urren Berishën apo... Nuk po them as këtë. Unë jam duke folë shumë qartë. Jo, ti vetë jo, por... A do dalë dikush Berishës përballë? Apo do kandidoj vetëm? Unë të dalë, do shpreh ambicien dikush qofse mendon. Po ju nëse keni një vizion tjetër, pse nuk kandidoni për këtë vizion? Për ta përcjellë këtë vizion. Jo ti personalisht, domethënë dikush. Dhe imperi ka mundë pastaj secili thot mendimin e vet dhe e mbyllim. Duhet shpreh ambicien e vet. Pa mirë, a keni si objektiv që në zgjedhje ju të jeni të përfaqësuar brenda partie? Ju si rrym apo si ku diun çfarë mund ta quajmë se. Ta thash edhe një herë. Tani është në këtë drejtim. Jo që neve po. Zoti Ali Mehmeti, pyetjen që i bëra unë, zgjedhje do bën. Ta thot ta shpreh ambicien diku. Doktori kërkon të kandidojë kush të dojë. T'japi platformën, visionin. Zoti Mërtiri. Për mua është rëndësishëm është procesi. Zoti Ali Mehmeti. Procesi është i rregullt. Zoti Mërtiri. Procesi nuk krijon. Problematika mbrapa. Po pastaj tani doktori do vej atje do zgjidhet. Pranon këtë doj, të vit kandidoj kush dojta, Zoti Ali Mehmeti nuk vete. Tani kam edhe një pyetje unë që është për ju përgjithsisht. A mund të ketë zgjedhje për lidershipin e PD-s me Berishën që kontrollon, siç e tham gjithçka aty. E thatë njeriu, po dua një përmbledhje. Madje edhe media e kësaj partie nuk e pasqyroi fare këtë. As webi, as televizioni. Media partismo. Nuk e po se është private, thotë. Nuk e futi fare. Nuk japin private. U quajti aq aktivitet privat se nuk e pasqyroi as media aktivitetin tuaj. Media partis. Media doktorit e kanë fjalën. Syri. Nuk e pasqyroi. Po, qartë. Si mendoni tani si të shkojë kjo punë? Mos do të tepruam ne bëm shumë para kohë këtë emision apo? Si kupton tani pres se ti ke kuptimshmëri të gjera në këtë pikë për shumë vite. Si e shoh sot unë, ashtu siç bëhen lojrat atje, nuk ka zgjedhje. Ai mund dali dikur se kanë dalë, por dalin për të thënë kuptim thjesht paraqitjes me 2-3 kandidat, nëse del ndokush. Megjithëse mendoj se nuk do ketë, nëse s'ndryshon gjë, nuk do ketë kandidat që do dalin këto kushte. Sepse kjo e puna zgjedhje është e lidhur edhe me evoluimin që do ketë kjo lëvizje e tyre, po quaj. Unë jam dakord në këtë nivel. Mendoj që të ketë evoluim. Evoluimin e lëvizjes nuk e kanë këto në dorë, e ka Saliu. Do nëse Saliu do vazhdoj ti... Që ti mendoj që Saliu i ka vënë këta? Jo. Po çfarë? Nëse Saliu vazhdon t'i ekskludoje, t'i anatemoje, këto janë detyruar me më qëndrim se këto nuk do ta lënë. Apo kanë vendosur, unë mendoj se Riti Blerim Qela më kujtohet mua atëre gazetën Koha Jon.
Do themi gjëtë shumë, këta në fazën e tanishme janë si Erasmi, nuk kanë pse karikojnë retorikën për të kriju konflikte, se janë konflikte që nuk janë produktive për ta. Këta thonë ne jemi këtu. Saliu është zhbalancuar për mendimin tim, dhe ndoshta mund të jetë pendu, nuk e di, që me një herë janë atemoj. Që do bëjnë këto, me qenë si janë atemoj Saliu, do fusin, do më thënë, bishtin, do sprapsin, unë mendoj që jo. Edhe këto do vazhdoj një hap para. Se këta janë e thashu në drejtë, këto kanë votë. Këta tani po ke shërbyer shumë si këshilltar dhe nuk të kanë dalë gjerat. Presh, nuk të kanë dalë gjerat, se tani po e mëson. Mësoj njëri, unë mësoj vetëm. I morem kja po se ti u thoi gjatë vërteta. A e pyte ti. Po nuk shkon gjatë vërteta këtu. Ora, këta kanë vendos me Elan, me qenë se Saliu, tha janë private, kanë marrë atje socialistë. Nuk do vazhdoni më. Unë thash një gjë, zote, unë jam dakord me nivelin e retorikës tuaj dhe që kërkoni ju tani. Sepse mendoj se kështu punohet, nuk dilet kështu me shpat. Vërmend dhe preqi. Por, evoluimin e qëndrimeve tuja do të varen shumë nga reagimi Saliut. Dhe i PD-s do reflektojnë ato rreth jush, do ja njohin si merit këte që shkundet partin, do të legalizojnë një fraksion që ose dikush e doni, ju ndoshta se doni, apo dy të janë atemojnë. Gjësë ju janë atemojnë, do ullë një kokën apo do vazhdoni? Unë perceptova që do vazhdojnë. Ore, nuk e të gjove përgjine Saliu të tani, se ti sot s'kan ndjekur. Ore, Saliu e të gjove të gjë këte. Ore, Saliu tha ik pirdhuni nuk jeni privat. Edhe iken këta. Jo, këta nuk ikin, vla. Ja le ta thot, qa do bëjnë? Po këte po thëmë unë. Ali Mehmet, qa do bëjnë? Dhe tani e ka thënë një gjë të vogël, se në mësu me thënë tjera gjëra. Ka thënë një gjë, tani varet nga këta. Politika pa tjetër është dinamik. Dinamik, ka që kuptova përgjigjen. Do vazhdojnë. Politika është dinamik, ndoshta të ndërruar të shikus, ne këtë nivel. e bëm dhe pak para kohë këtë si emision, se sa po filloj, procesi që shkuan në durës këta, por patin shqetësim. Me gjitha të duhet në bështet, besoj duhet thënë kjo gjë. Jo, duhet në bështet edhe sikur kërkesat e këtyre të mos shkojnë vërtet, të jenë kërkesat vërteta, që unë nuk i shoh. Deri tani, po prap janë kërkesa legjitime. Sigurisht. Zotëria që kemi në krah ka marrë vota shumë. Respekton vota. Tjetri, të tjerë kanë marrë shumë vota aty. Dhe të hypë tani në majtë e kalit, pas ta hypën, vjen dhe hypën, edhe kjo është një kërkesë, vjen dhe hypën a gjithë ka marrë asgjë, edhe kjo është një kërkesë shumë legjitime. Ne, pritshmëritë tona ishin shumë lartë, po, tani kush jemi ne tani që të kërkojmë, apo jo, Salian të është e kamerë javën tjetër atë, edhe të nga trova të tani, po tije, se jemi të barabartë tani ju. Nuk është e është njeri më i rëndësishëm se e tjetri. Saliani dhe ti jeni të barabartë dhe në momentin që po flasim. Ne ju urojmë që kjo lëvizje të jetë vërtet, është momenti i parë, do shta kaq mund të thuaj, apo jo? Ke gjë për që të njerëzve më shumë se... Mendoj që gjithë shka ishte e qartë, transparente, unë besoj ke transparenca, folurit qartë, këtu jemi. Nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Pas shumë kohësh, ndoshta shumë vitesh do themi, se të gjitha kanë qenë kështu, kanë qenë si thua të lidhura me mjeshin, me Sali Berishën. Kjo është një përpjekje, është pozitive dhe për një arsye tjetër, nderuar të shikues, që Saliu nuk u pyet në këtë rast që këta dolën. Ai u shqetësuam shumë. Dhe ndoshta kjo do të jetë një lëvizje për nesër.